Ne e dhe Marianin dhe Marianën. Kush më shumë se ju mund të luftoj për ta? Ju do t'jeni të parët me mbështet, sepse mbështetni vetën tuaj. Mbështetni Dukagjinin, mbështetni investimet. Unë e du të fitore të filloj nga Dukagjini dhe sepse ju jeni njerëz minjohës, punëtor, dhe keni kuptu me mençuri se ky është momenti i duhur, kudo ku jeni, këtu e jashtë kudo, që të rikthehet Dukagjini në lavdin që ka pas. Më motivoni që si ekip bashkë me deputetët, ne të vazhdojmë një punë të jashtëzakonshme, ta shihni Dukagjinin aty ku se keni çuar në ëndër në emër parë. Dukagjini jon i jashtëzakonshëm në bukuri, në kulturë, në traditë, në trashëgimi, ka kaluar ditë jo fort bukura e me histori jo fort vështirë. Po që besa ka ardhur koha për me shkruajti kapitull krejt të ri kësaj historie për të ardhmen tonë, bashkuam. Unë ja kam bërë shti venit, kam linë këtu, edhe kam hell hapat e parë. Dhe këtë borç unë nuk mund ta laj me fjalë, por me vepra. Prandaj jam këtu, me kërku mbështetjen tuaj, që më dhanë mundësi, që me vepra ta tregoj Dukagjini drejt sardhmes, e drejt zhvillimit, e të kthehet në një qendër turistike, një motor zhvillimi, jo vetëm për Shkodrën, por edhe për tonë Shqipërinë. Donerojmë veten dhe nuk na vjen shon si tha Benet Beci. Për këtë jetë mo me pas dy kandidat në të njëjtën listë, në të njëjtën namen. Me votoni pesën Partinë Socialiste, me votoni Marianin, se nëroni vetën dhe nërën Zoti.